Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, Ipek Home, Industria. Të nderuar miq të emisionit Tonight, respektivisht të kompanisë, produktit të kompanisë H2O, kam kënaqësi sonte ta kem një vajzë super të talentuar në studio. Kam arsye pse i tham kështu, sepse e ka dëshmuar veten në shumë vende ku ka marrë pjesë, nuk po ceki se në cilën pjesë dhe në cilën fush, nga cila fush vjen. Ajo ka lindur në Gjermani, është kthyer 5 vjeçare në Prizren dhe vazhdon veprimtarinë dhe jetën këtu dhe nuk merret vetëm me sport. Ajo është kapitenja e klubit të basketbollit të femrave Bashkimi në Prizren, Aulona Muhadri. Aulona, mirëserdhe. Vërtet kam kënaqësi sonte të kem një 26 vjeçare shumë e suksesshme e Prizrenit dhe ti tregojmë pak botës shqiptare se kush është në të vërtet. Mirëserdhe. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja edhe faleminderit shumë për këto fjalë të hyrëse. Fillimisht unë po du tash një fjalë tjetër hyrëse. Qysh është koha atje nalt ku jeti? Zakonisht kamerat janë kështu. Shikues të nderuam. Sado që dukemi drejt, kamera e Aulonës është këtu, e jemi është këtu. Domethënë është 20 cm më e madhe se unë. Po të kisha jetu ndoshta në një vend ku me të vërtetë edhe gjatësia e njerëzve mesatare është më e gjatë, domethënë nuk ish vrejt shumë këtë gjatësia jeme, po fatkeqësisht ndoshta në Kosovë ose në Prizren shumë vajza nuk janë të gjata dhe unë shpeshherë bin sy më shumë se sa që duhet për shkak të gjatësisë time, po ndoshta në fillime kur kam qenë shumë më e re, më ka pengu kjo pjesa e gjatësisë, nuk kam pas shumë vetbesim ose thjesht nuk ja kam ditë rëndësinë gjatësisë, po tash prej se merrem edhe me sport aktivisht diku rreth moshës 2-13 vjeçare, edhe kur kam filluar më herët me qenë edhe në balet, e kam vrejt që domethënë është një aset i imi, të cilën shumica njerëzve edhe ndrojnë edhe kanë qejf me qenë gjatë. Po ka moshkuj për ty. Këtu është pak problem se për mua është në privilegj nëse partneri im i ardhshëm do të ishte të paktën në gjatësinë time, se për më i shkurt s'kisha pas qejf me qenë, po Sado që mundet me qenë person i mira? nuk di, nuk kisha qit nështë vijat kuqe ashtu me thonë, po nuk i dihet jetës edhe fatit, njerëz kanë thonë kur mos thuj kur, kështu që as në rastin tim nuk e besoj që kisha me pas qef me thonë diçka strikt që kjo nuk vlen për mua, po në Kur mos thuj kur? Kur mos thuj kur edhe nuk po ka shumë moshkuj të gjatë, nuk e di pse. Po shkojnë të zvoglu, femna po shkojnë të urrit. Nuk e di pse po ndodh kjo, po megjithatë unë jam e lumtur për gjatësinë edhe për këtë, domethënë aset që ma ka fal i madhi Zot. Gjithsesi, tenxheria e gjen kapokin, mos u mërzit për atë pjesë. Hiç mos e lyp, sa i vjen vet. Jo, unë është magnet. Jo me përmbushur në këtë ç'a bëj në përditshmërinë tem, edhe me të vërtetë nuk është që kërkoj partner. Unë menoj që ajo vjen në një moment kur ti as nuk e kërkon edhe vjen këtë natyrshëm, pa sforcu edhe pa thjesht ndoshta pa e kalkulu. Mshelja derën hyn ka dritore, mshelja dritore hyn ka bira e qilësit, kështu që s'mundesh mik asaj. Aulona është shumë kënaqësi kur po them këto, kënaqësi është gjithmonë me secilin mysafir. Po kënaqësia e veçantë është me femrat e suksesshme. Se peshojmë edhe në botë. Mos flasim për Kosovë, se Kosova është kaq sa është edhe njohim njëri tjetrin, edhe e dojmë njëri tjetrin, që është shumë më me rëndësi. Jemi shumë të solidarizuar me njëri tjetrin. Po në botë po na përfaqësojnë relativisht femrat. Kryesisht në art, respektivisht në muzikë, edhe në sport. Unë në Bram isha në një event, kështu nga Komiteti Olimpik isha ftume, në kuadër të Federatës Basketbollit Kosovës, tashmë si edhe antare e Federatës Basketbollit, domethënë prej vitit 2025 jam edhe antare e Federatës në basketboll, në kuadër të shoqatës së basketbollistëve dhe aty
Thjesht unë diva vetvetja, për shkak se u rrethova me sportistë, me sportdashës, me gazetarë të sportit, me njerëz të cilët për një me kanë ngrit flamurin e Kosovës edhe shtetin e Kosovës aty ku e meriton. Edhe pa shumë vajza të mira, edhe distrien e pash, i pa shumë vajza që me të vërtet na kanë nderuar dhe na kanë zbardhu ftyrën e Kosovës edhe kjo jo mëkat është se vajzat me të vërtet janë aty ku duhet me qenë edhe e meritojnë me përfaqësu vendin si mas miri. Ato në përgjithësi në kalume nuk ka qenë kjo shumë e theksume, do me thonë mashkujve Absolut. gjithmonë ju ka dhënë më shumë privilegje, ndoshta edhe media ka pas shumë më shumë sy edhe fokus tek mashkujt, po ndoshta ky 5 vjeçar i fundit, që edhe unë po e vrej tek vetja ime ku unë luj basketball dikun më shumë se 2-13 vjet, po këto vitet e fundit më shumë edhe po kam ftesa nga mediat. Gjë që është shumë gjë e mirë, që edhe roli i medias ka fillu me u fokusu më shumë në sportin të femërore në përgjithësi. Ju e keni ndru ju qasjen? Po, Ju femrat me suksesin e juj na e keni ndru qasjen kretve? po, Edhe unë jam Po. shumë i lumtur me këtë fakt, se shoqë që u kemi, po. edhe po kena në përpalestra shka me po, edhe po kena qef kur po e shohim sukseset jashtë, se ti ke qenë edhe ki lujt edhe jashtë me skuadra. Edhe me kombëtarën e Kosovës kam lujt edhe jashtë, po, është e vërtet që me të vërtet na ndoshta e kemi zgju për i gjumit mediat, po ka desht me ushu shumë gjenerata, do me thonë që nuk janë pas, edhe për me ardhë ndoshta kjo dita ku ndoshta unë, po dal në media si kapiteni e bashkimit, ka pas kapitene shumë më përpara se unë, edhe basketbolliste të tjera para mie, po fatkeqësisht ose jeta atyne ka pas kaje të tjera private, personale, martesa dhe në një moment caktuar janë shkëput komplet nga sporti edhe më do me thënë ajo kontributi tyre në sport sikur është shume daljen e tyre nga sporti aktiv. Tu një kontribut e kanë pa tjetër familjet, Po, patjetër. menaxhmentet e klubeve, Klubeve, po. kryetarët e komunave, edhe qendra. Faktikisht që ka investu, Është një hierarki që për një super me... o të shku. Po. E para Super është femra familja, tash është pak po. ma ndryshe. Unë mendoj që e para është familja, sepse ti kur ki për kraje shumë të madhe për familjes, janë ata të partë, të cilët ata nuk të lajnë praktikisht me u dorëzu, se na nuk është që kemi lujt në kushtet prej ma të mirave, prej fillimit të karrierës. Sigurisht. Edhe shumë vajza e kanë lënë ndoshta për shkak të kushteve jo të mira. Të fillu pi palestrave jo të mira, prej ndoshta pagave që s'ka pas fare, prej ndoshta kushteve më elementare, të fillu prej uniformës basketbollit e kështu me radhë. Po, faleminderit për kushtimin tim personal edhe familjas që më kanë shty, pastaj komuna, që për një me është me u admiru puna e kryetarit, i cili me të vërtet palestra e sporteve Sezai Suroj është një pi palestrave më të mira në Kosovë. është bo një investim Po, super i madh. Shumë i madh, do me thonë, ma herët kur në zhveshtore ti nuk ke mujt me bo asë një dush, tash është e mundur, edhe dushi, edhe gjitha, do me thonë, kushtet janë shumë të mira. Edhe Po. një është pak ma në sistem dinitoz, apo Po, ashtu do me thonë, jem Qyshe meriton, tamam qyshe po, meriton. më e respektume, edhe e tjetra është investimi nga sponsorët edhe nga komuna në këtë rast, sepse komunat në qytetet e tjera nuk jam shumë e sigurt në shifra, po e di që janë shumë shuma simbolike që japin për sportet në femrave në përgjithësi. Tek ne është e kundërta. Domethënë jemi shumë mirë me komunën, gjë që duhet me falenderoj dhe kryetarin, ndoshta edhe si një ish sportist, e ka më në qejf pjesën e sportit edhe basketbollin. Federatës. Po edhe unë mendoj që normal pa përkrajnë e familjes, institucioneve, komunës, një mirë menaxhim ose një mirë organizim i klubeve, edhe aty do të me jap një falendrim ose me dhon një sy më shumë nga klubet, ku për shembull neve që 3 vitet e fundit jemi klubi më i suksesshëm në Kosovë femëror, por me sa di una as mashkujt nuk është që kanë sukses për afërt si neve. Po këtu do të me dhoni Ju jeni kampione. Po. është duhet me dita cen. Kampione po dhe është kupa e 8 radhazi që jemi tu e marrë, gjë që është edhe historinë e vete kjo, sepse është rrallë pak klube kanë bërë këtë gjë, që të marrim që të rëmbejnë gjitha trofet me radhë. I vetmi trofi që po na mungon është ai i Ligës Unike. Kemi arrit deri në gjysmëfinale, edhe në finale, por e kemi zënë vendin e dytë. Si vjetë kemi trofeun e Ligës Unike,
gjë që po shpresoj shumë, sepse është një trofi që mungon edhe në sirtarin tim. Nuk po du me fol fjalë m'dhaja, se zakonisht me këto prognozat unë shpesh ja huqi. Po, si dihet. kisha pas qef shumë me pas i vjetë në sirtarin tim. Edhe këtu du me falendru presidentin e klubit Raman Përtishi dhe bordin e klubit në përgjithësi, cilët me të vërtetë janë të e bani punë shumë të mirë edhe shumë të madhe dhe të palodhshme. Shpesh ata nuk është që shifen, zakonisht suksesi atribuohet gjithmonë lojtarëve dhe trajnerit, po unë ndoshta me vuni theks veçantë tek mirë menaxhimi që është u bë këto 5 vitet e fundit, Bravo. respektivisht 3 vitet e fundit në qytet Prizrenit. Këshire, krejt janë meritor. Po, Komplet, do më thonë, nuk është vetëm skuadra natyrisht, talenti, disiplina, vendosmëria, qëndrimi, si që duhet, po lezet jo që jeni në një klub që është me shumë tradit. Prizreni si Po. vetë tradicional, bashkimi është një prej klubeve në mostomi pari, klub në Kosovë, i basketbollit, kemi lirin që kemi klubin e Po. parë në Kosovë në futbol, po klubi femnave neve na gëzon më shumë, i thash arsyet më herët. Klut na tregona në pikat shkurta kur lindi pasioni jot për basketboll dhe çu motivove mase me fut në profesion. Ka qenë krejt rasti, jo që unë me të vërtet kam mendu ndonjëherë me lujt basketbol, unë në atë kohë bashkë me motrën time kemi qenë balerina. Ashtu të prej moshës 10-11 vjeçare, kemi shku në shkollë të muzikës Lorenz Antoni, atë kohë edhe aty kanë qenë kushtet e mbaj mend shumë të këqija, po dëshira për me u marrë me diçka ka qenë shumë e madhe, edhe për një me të kohën e fundit po shoh shumë të ri, nuk është që kanë shumë pasion edhe dëshirë sikur na më herët në kohën time, nuk është që unë në gjenerat shumë e vjetër, po e maj me na dhe në lagje kemi lujtë shumë. Të thonë, këtë kohën, 90% kohës, pas mësimit ka qenë të thonë komplet në lagje. Pa marrë parasysh, a ka egzistu një kosh, apo s'ka egzistu kosh i fare, na kena improvizu, ose me golla, e kështu me radhë. Dhe me thonë, Sport. thjesht me ba diçka për qef tonin. Edhe kështut, unë kam qenë balet dikun 3-4 vite bashkë me motrën, një shoqe e lagjës pa të shku atëhere në klubin e basketbollit Kalaja, duna me përmen, se s'është që kam përmen ajer, edhe ka qenë trajner Arbenigja. I pari, i cili mu bashkë me motrën Një time, lojtar i vjetër i bashkimit. po, shumë i vjetër, Veteran? unë praktikisht nuk e kam njoft fare, se unë në atë kuj 13 vjetë, shku me pas shoqen edhe ullë me një bank, stol. Edhe na vetëm ishim ashtu të përjashtit, të e vrojtu ato se çka po bojnë, edhe Po. trajneri tha, trajneri Arbenigja, tha çka po bëni ju këtu, pse keni ardhur, tha veç me pa shoqen çish po kalon, çish po stërviteni, tha hajde merreni një top edhe filloni me lujtë edhe ju dyja. Në atë kohë, domethënë, për mua ka qenë diçka krejt e re, Kaq rastisht. krejt rastisht. Domethënë, prej lagjës, apo vini me mpa, aja shoqen na pa të thonë, edhe na shkum, olëm aty në... Edhe sot jep një prej lojtarëve më të mira në Kosovë. Po jam zgjedh vitin që shkoj, 2024, në muajin dhjetor, basketbolista më e mirë në Kosovë. Para një viti isha në 5 më të mirë, vitin që shkoj, basketbolista më e mirë. Për mu, A i gëzosh ati fakti? i gëzona këti fakti dhe i gëzona një fakti tjetër që suksesi jem ka shumë ka dalë. Ka shumë ka dalë, dhe më thënë prej Po i sigur. praktikisht po, me hapa shumë të vegje po të sigurt. Tu vendos temele, si me thonë, të sigurta. Kam lujt, dhe me thonë, atë ku ishim na 40-50 vajza, më i me gabu, që kena lujt basketbol. Për aty në krejt e kanë lanë. Dhe thonë, të e fillova pi motrës time, e cila vazhdojnë atë ku me balet, mu më dashke, si me thonë, me nda mendin, ose me balet, ose me basket, vazhdova me të dy atë njëtën kohë, për dikun 2 vite 3, baletin e kisha në atë kohë dhe në 5 vjetë, e lash baletin, vazhdova me basketbol, edhe pe atëherë deri tash, domethënë asnjëherë nuk jam ndalë përveç në pandemi, ka qenë një kohë e shkurt, Sigurisht. po në atë kohë Për gjitha gjë. sportet u pezulluan, disa më duket që loznin pa shikus, sporti joni basketbollit u pezullu komplet, edhe në muajin dikun mars, nëse nuk gaboj, edhe në atë vit, domethënë isha komplet një vit pa aktivitet fizik, pa qenë aktive fare, edhe sa e maj mend që ajo ka qenë periudha më e gjatë, një vjet që jam shkëput, për ndryshe asnjëherë nuk jam shkëput prej palestrës. Ja ku jemi sot. Po, Prap me basketbol. po prap. Cili është momenti më interesant? Qofti vështirë, qofti mirë, gjatë një ndeshje të rëndësishme të ndën. Ka shumë momente, në basketbolli zakonisht nifet si pi sporteve shumë dinamik, edhe
sa ki ullje që aty, sa ki ullje që atë shki edhe ngritje në mrena lojës, nuk e di, e maj me një loj me Kombëtarën, ka qenë bile virën që shkoj, loja parë, kom shumë momente, po kjo është mbak ma i freskët. Edhe e maj men që lujta deri dikon mirë, jo shumë mirë, edhe dola me 5 personale, edhe unë niva shumë faj, që se në atë loj edhe ishte loja parë e Kosovës, emocionet, publik shumë, praktikisht lujtëm edhe në vend tonin, se na lujt me Kombëtarë i kemi lujt gjithmonë jashtë vendit. Ose në Qipro, ose në Gjeorgji, dikun jashtë Kosovës. Po hera parë që Kombëtarja A e femrave po organizonte këtë eveniment në Kosovë. Do shta dhe emocionet e banë në vetën, ishte loja parë kundër Maltës, po edhe unë nuk luajta shumë mirë, dola me 5 personale, unë diva tepër në faj. Do me thonë për mu keni ashtu sikur kur bjen për toke. Të nesëmën e patëm një lojë shumë të rëndësishme, edhe sikur i thira menjes, thash dush ose me lyt qysh duhet mu shtrëngu ose s'ka. Do me thonë ajo pika e fundit. Edhe lujta lojën time të karierës, si me thonë, ma të mirën të moshme. Edhe aty mu i me thonë që ka qenë një pi momenteve që një natë merët, si me thonë, kam qajt në dhomë të hotelit, se kanë ditë, shumica se kanë ditë, të nesërmën e lujta lojën time të karierës. Do me thonë, ka qenë një pi tokës me unë gritë me shku në qilë. Adin, është një basketbolin përgjësi, Çkofit shtyn. ta jep një emocion që vetëm ata që kanë lujtë basketbol mundën me kuptu. Është një sport që do me thonë, nështë ati 10 lojt mirë a i lunë, një lojt nëse nuk e lunë mirë ti, do me thonë vetëbesimit bjen për toke, si me thonë, ose edhe krytëzohesh për njerëzve, do me thonë duhesh ton kohën me lujt mirë, Je angazhum 100% aty. 100%, do dhe nuk ka me thonë tash Edhe mosh men. po, nuk mundesh me thonë kom lujt qëtë periudhë mirë, a tash nëse s'luj mirë, njerëzit kanë me ti majt me në ato tishet e mira, gjithmonë duhesh me vërtetu, edhe duhesh me dëshmu tjerëve që ti e mirë. E ky presioni që ki shpesh herë, shumica njerëzve nuk e kuptojnë, se menojnë që na kur udhtojmë edhe lujmë basketbol është krejt knatësi. Fakt është e kundërta, është shumë presion edhe është shumë impenim, si me thonë 24/7, nuk të lenë shumë ty me menu për sene tjera, kur ti mirësh me të vërtet me sport aktiv ose në këtë sportin që po flasim tash për basketbol. Kështu që është çdo lojë është presion veti, është luftë, edhe është garë që duhet të kur me tregu sa e mirë je. Në momentin që në publik është simpatia jote, Po. son dikon. Ndikon shumë, s'po di, publika në përgjithësi. Do më thonë ki simpati. Po kam. Unë e shoh për njerëzve që me të vërtet tash jashta modestis, e shoh që kam një respekt për një me të veçantë për njerëzve edhe për qytetit Prizrenit. Po në përgjithësi edhe komuniteti i basketbollit më respektojnë shumë. Ndoshta kjo për shkak të një edukate temën që e kam, ma kanë thonë shpesh njerëz, nuk është që unë e kam vrejt ose e kam bo diçka qëllimisht për me ranë sy ose diçka, thjesht kjo jam unë me një qetësi që e kam, një edukat që ma kanë thonë faleminderit Kur e familjes. ki simpatin në publik, Po. atë vjen motivi, atë do në me u tregu ma shumë, që shë loja jote kur është simpatia në publik? Është patjetër që po, ti normal që nëse je, si me thonë, 60-70%, kur e ki një motiv ose thjesht një duar trokitje për publikës, ti normal mundosh me thonë 200% për i vetës. Ajo është që me thonë, ajo një motiv që ty të nxjerr ndoshta edhe prej limiteve të tua. Thush, Po kur e jep një kosh për shembull, a e këshyr njerë me ato në sy? ma herët kina pas ma shumë shikus. Fatmirësisht më me thonë e fatkeqësisht tash, se pak edhe këto zgjidhjet na lanë një... A je ka mik pi pyetje sa s'jom të kuptu mirë une? Jo, veç po duhet... Simpatit një moshkull, Aha, qikar se me të kuptova. pa. Simpatia jote qikar me të pa. A ndryshon lojën tonde? Nuk më ka ndodhë kohëve të fundit dikush me ardhë në publik me më simpatizu dhe pastaj me ma shprej. Në kuptimin tash femër mashkull, nëse me thonë kështu. sigurisht, për ato. Se në përgjithësi familjet, se të na zakonisht familje vime na po, janë edhe mashkuj familjar, me gra, me fëmijë, dhe me thonë vinë baballar me qikat e veta, gjë që më ka ra shumë sy se unë e vllaun e kam ushtar, edhe disa kolegë të tij kanë ardhur me më përcjell mu bashkë me vajzat e tyne. Edhe në fund të ndeshjeve gjithmonë ka thonë Aulona ka mundësi me bën një foto vajza ime me ty.
nuk më ka ndodh zakonisht në i mashkull me pa, pastaj me ma shprej simpati, nuk e di. Ose do shta ka nguru me ma shprej. E ti a ki simpati? A të Moment, pëlqen ndonjë mashkull? momentalisht jo. Tham drejtën jo pse me të vërtet nuk është që nuk du, po nuk është që kom edhe shumë kohë. Po të betohem se familja jeme e din sa jom unë e nëzan. Unë e shpesher bëj edhe ajgar me familjen tem, thom, me qenë lidhje unë e qëtash, besom që ndoshta ai partneri jam ishë nda për mi, 100%. Se me të vërtet nuk është që kam kohë. Do me thënë, ndeshje kemi nesër, kemi ndeshje të shtuneve, kemi ndeshje të marteve, do me thënë, gati në brenda një jave kemi 3 deri në 4 lojë. Kështu që për mu duna, ose me gjithë një partner që është në fushën e basketbollit, Që ti ofër dikun? që ti ofër dikun, ose duna unë me prit njerë disa ti kry krejt qëto punët e mija, e tani me u fokusu në Ofër a s'ki diçka personale. që mundet mu konsideru si... Po të kisha pas nuk kisha nguru me të regu, se nuk jam një tip që kom me të vërtet komplekse, edhe muj me të regu pse jo, po shoqënia jem, familja jem, edhe rreti jem i ngusht, ose edhe i gjan e din që unë jam single që shumë kohë edhe për një me s'jam nuk po du as me u hy në ato rrugë se Pa mera ka është jeta jote personale, kështu Po. që... ama është e vërtet që karriera në përgjithësi nuk është që ta ndalon këtë pjesë, po dush për një me pas një partner që të kupton në 100% të ti çka i të bo. Se jo shumë njerëz mirë kuptojnë ose kuptojnë pjesën e sportit, për shkak se neve kemi trenira mashkuj, antartë kryesive që janë mashkuj, edhe gati se jemi të rrethume me gjini mashkullore. Edhe Qartë. unë mendoj që shumica njerëzve na nuk jena gati me kuptu që ta zëm Aulona mu kthy në 2 mëngjesit në shtëpi, se jam kthy për një udhtimit për Vlorës, ose për lojës për Tiranës, edhe tash adin jetoj me një vend që ndoshta shumë njerëz nuk janë hala gati me mirë kuptu qatë pjesë. Na Ose ketë udhtimet jashtë vendeve kur 3-4 ditë ty të bjen me shku në Vlorë, ose përgatitjet, faza përgatitore, zakonisht na bjen me shku në Dorës, këto vende që janë ma bregdetare të ngrohtë, ose me kombëtare, na ka ra gati një muj ditë mos me qenë në shtëpia. Nuk e di, ndoshta unë s'kom taku një njeri që mirë kupton, po E thamë edhe në fillim, ai nëse sy ka dera, ai ka dritarja. po, Nëse ju ka dritarja, ka bira qelë, se kështu që po mos u ashtu merr ma është. punë. Ashtu. Ai që dona e kupton këtë pjesë. Po, e vërtet është, Se e na ketë vërtet. punoj me femra. Po. Edhe është knatësi që i kemi të kalu pak do barierë. Unë mendoj që kjo pjesa e femrave mu marrë me sport, ndoshta më herët ka qenë jo shumë e mirë pritne prej anës mashkullore. Ka ndryshu gjona. Unë mendoj që tash ka ndryshu, po, se ndoshta më herët kanë qenë pak edhe puna e veshjeve. Unë e moj men më herët kur kena luajtur basketbol kanë qenë edhe shorcet, ndresat, kanë qenë shumë të gjana, gati si me thonë të mashkëve. Tash do me thonë këtë është ndryshe, garderoba është kriju, është këtë femrore, sportistët duken tamam që janë femra. Adi nuk është që Qysh një duhet me qenë? basketboliste duket mashkullore. Adi Qartë. është e kundërta. Jo, jeni krenaria. Po. Kështu që çdo krenaria, tash mos ta thojmë na se s'kemi drejt kërkuj na mi thon bravo bravo se secili ka jetën e vet. Po duhemi me stopu që femrat mi lyp detat e veta, se ju takojnë. Nison shka ki unë, Po. s'muj me lyp kompjuterin në tavolinë se e kom. Kështu që juve i E takojnë vërtet edhe është. edhe është knatësi që sa më shumë u zgjanuna, sa më shumë i kallzu botës sa dim. E tham fillim edhe gjon tjetër që ju sportistët edhe këngëtarët kryesisht Po. nga arti, kultura, po na përfaqësojnë në botë, nuk Po, e diskutohet kjo vërtet pjesë. është. Unë edhe jam zgjedh prej vitit të kalum, jam në kampanin e basketbolistëve të Kosovës, edhe më kanë zgjedh mu si ambasadore e basketbollit femëror në Kosovë, edhe mu më gëzon shumë fakti që unë jam shembull për ndoshta një vajzë të re, që ndoshta as nuk ka fillu, as nuk e ka nda mendjen me u marr me një sport të caktuar. Se nuk do me thonë vetëm me basketbol mu marr, do me thonë vajzat në përgjithësi duhet me pas një tash ti mos të shkojmë vetëm tek sporti në veçanti, tek kultura, përmenem tek arti, muzika, pse jo me rani ndonjë instrumenti, me qenë këngëtare, pa më parasysh çka. Po diskutim. Thjesht krahas ndoshta shkollimit, me pas edhe një aktivitet të dytë. Është shumë mirë se të zhvillon edhe shpeshherë ky hobi që fillon ti, fillon edhe kthehet edhe në profesion. Kështu që unë më gëzon shumë fakti kur vijnë vajza të reja dhe më thojnë na të kemi ty mos thom idol se me idolizu dikon është shumë një fjalë madhështore, po thjesht kemi një shembull
nuk që është na model. referohemi, po, Është si model. model. Realisht jeni modeli më i mirë. Jeni modeli më i mirë. Unë e shpresoj dhe isha gëzuar shumë nëse çikat e reja ju shohin juve si model. Se është punë e madhe shumë. Një sportist mu kriju, nuk krijohet për 6 muaj, Po, as për shumë një është vjet. vërtet. as për 5 vjet. Ka një dekad e tutje. Do më thonë, disiplinë, vendosmëri, dashni e madhe, punë e E madhe. vërtet është kjo që Ju përmende, jeni po. modeli. Mos mori modelit të TikTokit tash s'po larg asaj s'po du me nëshmu kërkon se Jo, si na unë- kërkushi për me nëshmu dikon. Unë diçka Se cili ka jetën e vet. shumë e sakt. As unë nuk jam tip që para gjykoj, as nuk i gjykoj Absolutisht po. femrat. Se cili ka jetën e vet. Në përgjithësi, se tash po bazohemi vetëm te femra, ma se vetë jam femra dhe po du me u thirr në çat aspekt, po nuk isha dosht vajzat e reja me rajt vetën në bazë të rrjeteve sociale, se nuk është kur gjo e sakt ose për një me e vërtet që ka ndodhur mrapa një ta zëm blogereve ose influencereve ose këto që janë të kohës sodit që apo jetojmë na. Nuk përfaqësojnë kur gjo realisht. Unë fatkeqësisht është për një me unë shumë muj me thonë është 90% është gënjeshtër, shka është mrapa qasaj komplet që ati imazhi që është kriju i rem, edhe nuk isha pas që vajzat me pas një model ose një shembull të qasaj natyrës. Nuk po du me hy në ato personale se ka bloggerë dhe influencerë që janë suksesme dhe ndoshta janë prima të mirave. Edukojnë, Po, një e mejon vërtet. influencer, ndikus, Po. motivojnë. Ama unë mendoj që këto platformat nuk është që janë të i përdorë si duhet. Po Unë veç fotografi, modele, do poza, mos më dokon që i përfaqësojnë diçka. Gjithsesi është puna tyne. Unë Nuk po paragjykoj. Jo, Veç nuk absolut. përfaqësojnë kur gjoa, do të thonë është nul. Dëgjoj është një produkt që ato ta prezantojnë ty si të mirë. Edhe kaq. E për shembull, unë nuk kisha pas shef, mu me më thonë për shembull që kjo nuk e di tash pe marr një shembull një krem. Që kjo krem është shumë e mirë, mu më ka bërë shumë mirë, përdore. Jo, po problemi që shka mbri deri aty. Po. Veç me fotografi, Unë Edhe përcjell thot shumë influencer, blogere jo, për ma se marr vesh këtë Po, pjesë. unë përcjell shumë blogere që jetojnë jashtë vendit. Sportiste në përgjithësi dhe në basketball në veçantë. Po, të japin një Edhe mesazh. ato e tregojnë shumë e sakt. E kanë një mesazh të caktuar që e përçojnë domethënë te publiku i tyre. Për shembull janë disa fitness trajnere që janë për shembull edhe blogere, kanë kthyr Instagramin e tyre në blog, në influencere, këtë këto, po për shembull ato japin shembuj se ç'sh me dash trupin vajzat e reja, ç'sh mos me u ndi keq pas lindjes, për shembull vajzat që lindin gratë, pas lindjes me dash trupin. Kjo është e domosdoshme. E japin një mesazh e shumë të nevojshme. fuqishëm. Pikrisht. E japin një mesazh shumë fuqishëm tek publiku i tyre. Tash na shtrot pyetja. Çfarë mesazhi po japim te të reja që hala janë për shembull në shkollë fillore të mesme. Domethënë e kanë një idol ose një shembull jo të sakt ose jo do Jo të mirë, jo jo të mënyra mirë. më e mirë e mundshme që ato munden me mendu nesër ose që çajo është rruga më e mirë për me mri diçka. Aulona, në jetë. na mundemi me bo fotografi dje në mëngjes. Po. Me veshjet ndryshme, me çka do që nda ofrohet ato. Nuk je influencer. Jo, harroj ato. Harroj, nuk është influencer. Fjala influencë bile mundemi me kthy në shqip, është ndikim. S'kemi nevojë me e thonë edhe fjalën influencer, është ndikus. E kemi gjuhën shumë të mirë. Po, shumë e Me vërtetë. çka po ndikon ti? Me foto. Po dal, Dëgjoj, është ka dal shumë e dritonin lirë, foto, po. edhe TFV, çfarë influencer është ajo? S'po du me një këto tema se kom shumë çka me fol me ty. Jo, edhe unë Po më pëlqen ti si çike rre me nai zbërthy këtu se. Jo, unë thjesht edhe prap po du me u kthy në ato që unë me të vërtet nuk jam person kompetent, dosha me thonë këtë sen, sepse derisa janë mediat sociale dhe i kanë dhënë hapësirë krejtve, çdo kush po e përdor në mënyrën e tyre ata që po dojnë. Po, unë nëse kam një za, që ndoshta mundet me mu dëgju prej dikujt, ndoshta kërkujna nuk i intereson kjo pjesë, po kisha thonë që mos merrni shembuj të cilët me të vërtet nuk janë shembuj. Edhe kjo është rruga më e vështirë, Absolutisht. është rruga e drejtë. Të zhveshemi prej kompleksit. Po, Prej frikës inferioritetit. Të zhveshemi se cili qërë. Na thojmë nisan ma lejon mua dhe podcasti, se unë si gazetar nuk s'kom nevojë me thonë mendime, po podcast, këtu jemi shumë miqësisht. shumë jena të relaksum në këtë që ka po thojmë. Pa tjetër. Që mu pisha do shta ma thonë. Në për pjesën e influencer, në i sen Influencer, po, lezet jo shina
na kretina mbret edhe mbretresha në botë. Se unë konsideroj që jeta fillon prej syve. Se unë vetën se shotash. Për mu, momentalisht, për këtë botën, unë jom the man, unë jom mbreti. Po mos të arrojmë që për ty, është e njëjta gjë, ti je mbretresha. Ne jemi këtë homolog në këtë botë. Se cili kena tonat. Unë jom mbreti për botën teme, ti je mbretresha për botën tonë, po kur takohemi ne me ty, e o taku mbreti me mbretreshën. Me atë mbretin tjetër me atë mbretreshën. Nëse si s'kemi nevojë mu kompleksu, se cili kena jetën tonë, edhe duhet me jetu qashtu qysh na dojmë. Edhe mos lodhëm me fol për agronin për shembull që po të qirutash, Po. për mërgimin, për jodin, për Alpin, se cili e ka jetën e vet. Na duhet vesh me punu për veti. Shumë e sak. Unë mendoj që njëherë mund me bë sene të vogla me një dashni shumë të madhe. Nuk do me thonë patjetër me pas shumë e sak. Nuk do me thonë patjetër me pas të një famë shumë të madhe, edhe ti me undi do me thonë superior ose me mendu që ki mri diçka. Momenti që fillon me undi superior, po, aty fillon dështimi. Po. Se vdekjen e kemi hak secili. Do të vdesim me një ditë. Unë e besoj alo që ka njerëz më shumë të mirë se të këshim botë. E vërtet, edhe unë i du njerëz. Shumë e sak. Unë i shoh njerëz që janë vet. Normal. Edhe me të vërtet është ndoshta na herë mund me t'inklude si naivitet ose shpeshherë është ajo pjesa që mos i beso këtij, mos i beso atij. Unë thjesht i shoh njerëz që janë vet. Edhe kjo më mirë, se bota për një me është me ngjyra. Edhe na duhet me fillu njerëz mi pa ashtu që janë të bukur që janë, me të metat edhe me të mirat që i kanë. Edhe nëse na zhgënjejnë. Po, edhe nëse na fundi botës. Vazhdon jeta. Njëtë ki mu zhgënjy gjithmonë, dashte ose nuk dashte, e prite ose se prite, po e madhe krejtësaj është që ti dush mi fal njerëz. Absolutisht. Edhe është mirë kur të zhgënjej njerëz, edhe me një shanë thush, unë s'kam qef mu bo kur si ajo se si ajo. Qashtë. Kur e din që një person të ka bo keq, nëse ki shansën m'ja kthy me të keq, mos ja kthe. Ktheja me të mirë. Po s'ki nevojë. Po, se të nash njerëzit në përgjithësi janë hakmarrësa në momentit që kanë shansë edhe mundësi m'ja kthy dikujt, nëse dikush të ka bo keq, tash edhe unë m'ja kthy. Unë nuk jam pro asaj. Tu e mendu, hakmarrje na desim. E vërtet është. Që zbon me nëse dikush ka bo keq dikur, ma e madhe që ka mund shmi bash, nështë ta veç mos me nejt, më me ta, se mos... Po. A të kthejmë basketball edhe pak, se kom një pyetje shumë të veçantë, se jo njerëz të veçantë, se hinëm bllugave. Na sportizat jena shumë të mirë, edhe kena... Pa diskutim. Unë shpesher thom, me dash një sportist është madhështi, se na jena shumë fair play. Kena që flojnë pa ile, kështu që me dash një sportist është se një madhë. Se dhe na i dojmë njerëz ashtu që janë. Le fjallë tash. Po. Kilon fjallë. Realisht është ashtu se ju e keni trupin e shëndosh, e keni menjen e shëndosh. Qashtu është. Po në gjithë këtë sukses të madhin tonin, e cekëm familjen, e cekëm punën e jashtëzakonshme tonën personale në basketball, e cekëm punën jashtëzakonshme të menaxhmentit. Cili është roli i arpagjikëve, tifozëve në gjithë këtë sukses? Në ndërkohë kur një grup i jashtëzakonshëm. Kur ma bësha atë pyetjen më herët për simpati, mendoj që njerë po mos po thu për tifozëri, po thash mos të ngutna. Mirë që së ngute. Jo, mirë, shumë mirë, shumë pyetje me vend, edhe gjithmonë e kam kështu në mendje tem, gjithmonë i hin hak arpagjikëve, nuk e di pse. Zakonisht kur më ftojnë në intervista të sporteve ekskluzivisht, gjithmonë janë ato pyetjet e sakta të prime, edhe mu sikur më dalin prej menjes, jo me dëshirën tem, po gjithmonë të mundu me i përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe gjithmonë i harroj pa dashje, që do na mi kërku falje me të vërtet arpagjikëve, në veçanti arpagjikët junior. A ka dhe juniora? Po ka junior, janë tepër të mirë, janë shumë të lezetshëm. Uja ho zemrën. Shumë janë të mirë, me bëmi i pa, loqjat e vogla kërvimina për krah, janë tepër të mirë. Arpagjik në veçanti i du shumë, po këta juniorat e vegjës, me gjithë respektin për këtë tifozërin në Kosovë. Po, janë shumë veçantë, edhe e di, janë një për tifozërive, me ndimi e mosh, se mund është me më krytëzune e kush, janë prej matë besnike, që unë i njo, se e dojnë klubin edhe në dështimet e tyne më të mdhaja, në momentin të tyne më të erta e kanë dash klubin, edhe në momentin më të mira e përkrajnë klubin, dhe më dhe neve, lirin, bashkimin mashkëve, krejt ekipet e Prizrenit që janë, arpagjikët janë gjithmonë aty, edhe unë do shta një falendrim të veçant, mi bo krejt arpagjikëve, edhe mi thonë që dashnia atyne është për një me e pa kusht, edhe është lojtari 6 i ekipit, normal.
Pa diskutim. Ajo, do të thonë çdo fjalë është më kot nëse na e folim ose e zbërthejmë se për një me tifozëria kanë peshë shumë të madhe në një klub. Në historikët e klubeve dhe jashtë, tifozërit kanë për një me pushtet shumë të madhe dhe jo më kot, sepse edhe sporti luhet për shikues. Qartë. Do të thonë nuk ka jeshi, në pandemi u vrejt sa e ertë edhe sa e ftoft ka qenë palestra kur ka qenë pa tifoz. Pastaj edhe në një kohë pasi që janë kthy tifozat në palestra, ka qenë gjithmonë ajo ftoftësia tu fillu prej pandemisë, sikur nuk vishin as shumë. Tash që po fillojnë marrë tifozëria, u pa dhe në lojën e fundit me Lirin, ka qenë në numër tepër të madh. A ditë nuk ka mujt me shku sepse ne kishim lojën tonë A i përcjella? finale, po. I përcjelli po nuk ka mujt me shku për shkak se ne kemi pas vetë finalen e kupës. Do me thënë, gati ka qenë ora 1, ne kemi pas në 2:30 në Rauvec, ata kishin lojën e Prizren, po normal, i përcjelli edhe i du shumë, unë e du Prizrenin edhe i du sport e Prizrenit, po normal, tifozëria është për çdo lavdat edhe duhet veç mi thonë që vazhdoni për krane jo vetëm basketbollin, po krejt sportet në përgjithësi se ata e din mas mirë se si bëhet kjo punë. Unë e konsideroj si edhe na si qytet duhet mi përkroshëm. Shumë e Në vërtet. çdo aspekt. Edhe financiarisht. Po, Se jon si e the edhe vetë, është në basketboll është lojtori i gjashtë. po, shumë e Edhe sakt. çkolezit e më i madh, unë s'po di tash çfarë marrëdhënie kanë me tifozëritë e tjera, po Arpaqjikët janë diçka më të veçantë. Kur janë krijuar Arpaqjikët janë të veçantë. Sot janë të veçantë edhe jo mi sigur që kanë më qenë të veçantë. Kështu që bravo, shqyr që ju kemi, Shqyr. edhe juve, Mu edhe gjithë në mas çdo ndeshje më shkruajnë, janë domethënë ja 3-4 ashtu liderat e arpaqjikëve që më shënojnë pas çdo loje që nuk harrojnë. Gjithë më shkruajnë edhe për një me është për çdo lavdat edhe unë po them që ndoshta edhe na duhemi me bë më shumë për ta ose patjetër, thjesht nuk kushton kur gjë ndoshta na me nejt me ta dhe privatisht se na patjetër, pa diskutim. shumë pak po kemi kohë ndoshta pi lojën stërvitje, nuk po na bën ndoshta kur me shkolla tek fan grupi i Kur tyne. po thomën e që janë tepër të mirë, i kom një 3 ose ndoshta më shumë se 5, që takona në baza ditore. Po, Nuk vrehen ata që janë asin. Unë nuk isha qujt ultra janë shumë të edukum, shumë janë po të janë edukum. tult ultra janë për qytetin e vet. Për këto janë për lakmi. Po kalojmë në një temë tjetër. Bravo Arpaqjikat, patjetër se nuk mundemi me kalu I bisedën. dojmë shumë. Nuk mundemi me kalu bisedën Jo, pa fol për absolut, Arpaqjikat. absolut. Unë po thom, gjithmonë në çdo intervistë kur kam shku, jo me dëshirën tem, po ndoshta prej minutazhës së limitume edhe prej pyetjeve specifike, gjithmonë sikur më kanë dalë pimenje pa dëshirë. Po të shfrytëzoj me të falendru dhe ty që ma jape këtë hapësirë dhe këtë pyetje që për një me duhet m'ja dhënë një momentum të veçantë vetëm për Arpaqjik me Jo, fol. jo definitivisht Po. pjesa më e veçantë. Po, Përveç që kom dëgju për tjerve që je arsimtore e DIF-it, e edukatës fizike, edhe unë e vetë kom mendu që arsimtore e edukatës fizike. po. Lut na shpjegona pak qysh je arsimtore e gjermanishtës në Lubisht Hasit edhe në Atmagjë. Po, shumë njerëz, edhe hala edhe sot, domethënë që jemi të bërë këtë intervistë, mendojnë që unë jam basketbolliste edhe arsimtare e edukatës fizike. Kjo rrjedhimisht ndoshta pse krejt sportistat në përgjithësi, tash nuk po dim na një specifik, po e di që krejt sportistat krahas sportit tyne që kanë bë sport, futboll, basketboll, volejboll e krejt këto, zakonisht si profesion ose në studimin e tyre akademike kanë zgjedhur gjithmonë edukatën fizike. Nuk e di pse, e di që edukata fizike ose fakulteti i edukatë fizike nuk është fakultet i lehtë, është goxha i vështirë, po ndoshta pse janë në botën e sportit edhe kanë pas qef me zgjedh një drejtim të cilin i parafrohet domethënë sportit edhe pjesës akademike, domethënë me qenë diçka e njëjtë. Unë për shkak thash kam lind në Gjermani, jemi kthyer në 2003 në Kosovë. Edhe gjermanishtën e kemi pas si gjuhë të dytë në familje. Unë me vëllezërit e mi me motrën, shpeshherë kur nuk du me na kuptu tjertë çka folim gjermanisht. Edhe shumë natyrshëm ka lind. Unë atë kohë isha bile e mojmen kam qenë në Gjorgji me kombëtarën. Edhe motra ime mi pa dërgu letrat në fakultet, dokumentet e për pranim. Edhe ka qenë domethënë këtë një zgjidhje aty për aty.
ku kime shku me studiu, thash, qomi dokumentat në gjuhë gjermane, departamenti gjuhë gjermane ishte edhe në Prizren, edhe për mu ke komplet e natyrshme me zgjedh se çka po du me studiu. Po që filloj me punu si mësim dhënëse, edhe kjo ka qenë krejt rasti. Të më thënë, nuk ka qenë diçka Cila është përvoja? shumë mirë, për dallim prej basketbollit ku unë jam një person shumë ma i qetë edhe mununa me qenë shumë ma njëjtë si tjerë atletare, nuk tregoj shumë autoritet në punë teme që bëj si mësim dhënëse, mundona me tregu pak ma shumë autoritet, për shkak se jetojmë në një kohë ku gjeneratat nuk janë shumë, nuk mund me thonë të edukume, po ndoshta janë gjeneratat e cilët për një me ndoshta dikun e kanë edhe respektin për mësimdhënien, edhe për mësimdhënësat. Fatkeqësisht, edhe aty mundona mu tregu pak më ashpër, po në përgjithësi përvojën si mësimdhënëse kam një përvojë shumë të mirë edhe unë e kënaqna. Është një profesion që të lodh shumë. Nuk e kam besu më herët, komendu si krejt të tjerë që shmenojnë që arsimi është shumë lehtë, edhe është orari i shkurt, edhe na veç rrina, edhe veç po shohim. Nuk është ashtu, nëse ti e bën punën me shumë dashni e me përkushtim, është një prej profesioneve më të vështira, edhe për një me shumica e njerëzve nuk e besojnë edhe nuk e dinë, se unë edhe vetë kur kam qenë nxënëse, e kum pa prej një synit ma neutrale pi synit të nxënësës, kum thonë si mëdhënësat e kanë shumë mirë, kënaqën, shumë lehtë e kanë, edhe përvoja jeme si mësimdhënëse më kalon me kuptu që është shumë ndryshe, është shumë vështirë, edhe për çdo është mirë mos me paraqyku asnjë punë se çdo punë është e vështirë. Edhe Unë na thuj- këtu që jemi në këtë punë, Qashtu. mendoj njerëz ndoshta që edhe ti e ki punë shumë të lehtë, ndoshta pse e bën shumë natyrshëm. Po- Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, nuk është e lehtë me punu me një ekip, nuk është e lehtë me punu në orare ndoshta që njerëz të tjerë nuk e dinë, edhe normal lyp një sakrificë shumë të madhe. Absolutisht po. Po, kështu që Para se me kalu te pjesa e fundit, unë pa tjetër du na me përfalenderu miqton afaris, pa tjetër, e kemi nga Korisha elemente betoni. gjithmonë du të mi përkra dhe mi falendru sponsorat, pa ta. Po, ato janë pjesë, për ato Qashtu. thash jon partnerët në emisionit, edhe ata qysh fillojnë prej projektimit, deri te ndërtimi i shtëpive, finalizimin e terracës, oborit, porçeve, të elementeve ndryshme të betonit, e ka një guri shumë special që i përfaqëson ata, që të në Korish, që është shumë afër Prizrenit. Po, Eruptiv është i vulkanit që shumica e njerëzve nuk e kanë. Ka fillu me një eksport jashtëzakonshëm jashtë Kosovës, mos flasim për Kosovë, kështu ka filluar jashtë Kosovës në Ballkan edhe në Evropë, edhe më gjambile, që unë i falenderoj shumë që janë të jashtëzakonshëm. Gurzit e eruptiv 0.01% e thithin ujin. Para mendo tash. kur Ato pasam- s'prishën kur. Kur pas me bo shtëpi, Ja s'ki qare, me po ditë s'ki- pa- Po s'ki ku me shku se në Prizren je veç shpejt që të familja ka boshi Po, djatë, asminja si ta kalon rrethin, para se me hy në Korish, e ki me një nonën dhe djatë. E kemi IPEC Home-in, që na ndihmon me mjetët e mobileris, i falenderojmë shumë, e kemi Industria Communications, që është pjesë e pandashme e emisionit ton, dhe e kemi Aulona Muhadrin sonte që na zbukuroi shumë, faleminderit shumë. edhe nuk po du me, apo mbefasove me bot kuptimin. Sinqerisht, edhe mënyrën që shpi elaboron senet edhe mendimet. Mu po më pëlqen që Po i më përmene pëlqen, sponsorat, se unë këtu do shta mundale një pikë që sponsorat duhet me i dhanë parët e veta, ose unë në anën ligjore financiare nuk është që di, po menoj që në qoftë se sponsorat në përgjithësi japin para më shumë të eksporti, edhe ata vetë është një marketing shumë i madh, Edhe të arti që jonë. i bat, po edhe të artit, tash këtu pa më parasysh shku, do më dhënë është një hapësirë që për një me bizneset, nështë edhe nuk e kanë shumë në të fiksume që për një me Liron prej tatimit, shumë e vërtet. edhe Po, një farë forme Është del shumë lirë reklama, po, edhe në fund jemi gjithë lumtur. që ashtu është. Se çdo sen lyp investimin e vet. Mm. Nuk është e kollajshme as to me bo. As ju mi bo veshjet e ato ushtrime e ushqimet që i keni të veçanta, Po, e pjetë e veçanta dhe jetën strikte që e keni me ushtrime. shumë e vërtet. Edhe shkon cikël. Shqyqyr që i kemi sponsorat, Po, shqyqyr që i kemi së shpejti do të futen edhe të jashtë Prizrenit, po natyrisht na në Prizren po e bëjmë momentalisht, është podcasti i parë që po të Prizren. Po,
Edhe me Mu knasim më më të pëlqej madh. shumë se keni intervistë ma ndryshe se krejt të tjerat. Se në këto intervistat tradicionale ose klasike, shpesher nështë unë si sportiste, nuk po ndina dhe shumë rahat. Kom qef diçka kështu sikur na dyta, që bëjmë shumë Ja, atë relaksume, si në shtëpi. absolutisht. Kjo është ideja, Po. Nuk o kollaj mi po këtë intervista, mos haro. Shumë e vërtit. Nuk o kollaj. Qyshe balancon, pyetja e fundit, qyshe balancon Po. jetën profesionale me private? Munona sa ma shumë me kalu kohë me familjen tem, për një me ata janë të vetmi që nështë hina hakish, se janë të vetmi që ta din çdo dështim, çdo sukses, po janë të vetmi që nështë mas paktit shohin. Të më thënë, është gati shtëpia botë edhe si një lloj hoteli, i len tishat, i merr, shkon udhtime, kthehesh e kështu me radhë, kështu që është e vështirë me pas një balans, tash tu fillu me punën tem që bëj si arsimtare, me basketin që kom si profesion të dytë ose të parë, si do të qoftë, edhe në anë tjetër me familje, po munona sa ma shumë që kom kohë të lirë me qenë prezente. Nështë nëse një orë është në pyetje, munona mos me prek telefonin hiç, me nejt me ta, me bo muhabet, me kalu kohë të lirë, me shoqni, zakonisht vikendet na i kena me sport, po në qoftë se njërin ditë kena lojt, nismet e kena pushim. Shoqet e ekipit të skuadrës? I kam, po shumicën i kam jashtë skuadrës. Okej. Po ish faleminderit që janë kanë edhe ato basketbolliste, edhe mirë kuptojnë shumë këtë pjesën time, se tashmë ato nuk luajnë basketboll, po thom shpeshher kisha pas shoqe që nuk kanë marrë kurrë me sport, nështë edhe mu kishin i dhnu. 100%. Se nuk e kuptojnë, nuk e mirë kuptojnë këtë pjesën që ti nuk i kohë. E këtu që kanë qenë marrët sportiste, ata që e kanë lanë, gjithmonë kur unë e mundua mi arsitu, mos tanin ty se na e dina krejt në qka i tu kalu, ti i lajmëron ti kur ki kohë. Që po menoj që është edhe një, domethënë një e mirë që e kom Është të shajt kjo shoqënia, pjesë. se shoqënia është për një me shajt edhe tash dashëm mos dashëm shoqëni nuk po mundesh me pas çdo ditë ose me, si me thonë, kur pe bën një mosh njëri, nuk po ki edhe shumë njerëva me bo shoqëni të ri. Po ki qef atë rrethin që e ki me majtë sa ma të ngusht edhe me ata domethënë me kalu kohë të mirë, produktive, rrethi ngusht, ma pak probleme, ma pak fjalë. Normal. Me këtë deklaratë fundit e përshëndesim natyrisht edhe familjen edhe shoqëninë tonë, Po. që janë Shoqënia është edhe familja në të shajt. shajten. Po duhet me dhonë, sa merë dush me dhonë gjithmonë. Shumë Dush me shumë dhonë e gjithmonë. vërtit. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit sonte, se që jetues me hapa gjigant në karrierën tonë si basketbolliste, vështirë kam u konë në tarmën me t'intervistu. Faleminderit shumë. Unë para se gjithash menoj që madhështia një njerët është thjeshtësia, edhe unë nuk kam i harru kur njerës që më kanë përkra mu në fillimet e mija, ose tash në kulminacionin tem, kështu që unë nuk besoj që kam e të refuzu në të ardhmen. Ja. Po s'ku më mujtë me të gjithë, se s'ki me pas kohë, ki më konë në NBA. Ndoshta koha ka me kufizu atë pjesën që ndoshta nuk kena me u intervistu kur ndoshta kemi qef të dy antë, po praktikisht njëri kur do në gjenë edhe kohë. Po të premtoj që kudo që t'jesh në avim atje t'intervistojmë. Në Amerikë. Unë i oftraz se kam problem. Faleminderit shumë që ishe pjesë të tonajtë Faleminderit juve, Me ishte të vërtet shumë knaqësi. knaqësi, shumë knaqësi. Edhe për anës time shumë knaqësi, të falenderoj ty edhe këtë ekipin që Faleminderit shumë. po bëni një punë shumë profesionale, edhe shpresoj që keni me pas një, domethënë, një marketing shumë më të madh prej meje tash. Qyshe meritojmë. Po, qyshe meritoni, e vërtet. Faleminderit Vërtet, shumë, Aulona. faleminderit juve. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, Aulona Muhadri ishte në studio, kapitenja e skuadrës klubit të basketbollit të femrave Bashkimi në Prizren. Skuadër natyrisht s'ka nevojë për diskutim, janë 7 kampion të Kosovës në gjitha ligat. Vetëm lexoni në Google mund ta gjeni suksesin e KBF-s Bashkimi, se s'kemi nevojë me i përsëri gjanat, po kjo është një prej arsyeve kryesore që kishim kapitenën sonte, një vajzë super të talentuar, një vajzë super të shkolluar, dhe mbi gjitha një vajzë shumë të edukuar që në mënyrën më të bukur të mundshme sonte na shpjegoi karrierën e saj dhe jetën në aq kohë sa kishim në dispozicion. Na takohemi javën tjetër prap. Mos ndoni kanal sepse Tonight është vetëm për ju, e HD-oja shumë shpejt, nuk po them brenda ditësh, muajsh, por shumë shpejt do të vjen me produkte të tjera. Qëndroni me ne.
Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, IPEC Home, Industria.